Dr. Erikson, një glaciolog me përvojë, kishte kaluar vite duke studiuar thellësitë e akullta të Antarktidës. Por një ditë e ftohtë e tmerrshme, ndërsa qëndronte pranë një vrime masive në një akullnaj, dëgjoi një zë të çuditshëm që jehonte nga brenda. Kurreshti i tij fitoi mbi frikën dhe ai u përkul për të parë në errësirë. Ajo që pa duke lëvizur thellë brenda greminës së ngrirë, i ngriu gjakun në venat. Para se të fillojmë, klikoni like dhe sigurohuni që të abonoheni dhe aktivizoni belin e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Dr. Erikson hezitoi, por më në fund vendosi të zbresë në akullnaj duke përdorur pajisjet e tij të ngjitjes. Ai u ul mbi një shpatë të ngushtë dhe vuri re formacione akulli të pazakonta që ngjanin me gdhendje të lashta. Modelet ishin të hollësishme, pothuajse si një gjuhë që ai nuk mund ta kuptonte. Gishtet e tij ndjekën gdhendjet, duke ndjerë shkajet e ftohta dhe të mprehta. Një ndjesi i përzierje mes adhurimit dhe shqetësimit e mbushi atë. Dritshkronja e tij zbuloi një tunel të ngushtë më tej përgjatë shpatit. Le të shohim çfarë ka brenda, tha ai, zëri i tij jehonte lehtë. Ai filloi të lëvizte me kujdes drejt hyrjes. Dallimet e tij u bën më të mprehta. Duke debatuar nëse të thërriste për mbështetje, ai vendosi të eksploronte tunelin për ndonjë shenjë lëvizjeje. Mendimi për të kërkuar ndihmë e tërhoqi, por kurreshtja ishte më e fortë. Brenda tunelit, Dr. Erikson gjeti mbetjet e asaj që dukeshin si pajisje shkencore të vjetra. Fragmente metalike të kalbuara dhe tubacione qelqi ishin të shpërndara mbi dyshemena akullnajore. Ai u ul në gjunjë, duke pastruar shtresat e akullit. Këto duken të lashta, tha ai, i habitur. Pajisjet ishin të ngrira në kohë, relike të një eke të kaluar. Duhet të ishin dekada, ndoshta shekuj të vjetër, mendoi ai. Ai ekzaminoi më afër një pjesë, vuri re detajet e hollësishme. Çfarëdo kërkimi që ishte bërë këtu ishte shumë përpara kohës së tij. Implikimet ishin të jashtëzakonshme. Ai fotografoi pajisjet për dokumentim, ndjente një lidhje të pashpjegueshme me shkencëtarët e panjohur që ishin këtu më parë. Çdo klikim i kamerës kapte një fragment historie. Ata ishin pionier, mendoi ai. Fotografi do të shërbenin si provë për raportin e tij, por apo shto ndiheshin si një urë që e lidhte atë me të kaluarën. Sa më shumë zbulonte, aq më shumë pyetje lindnin. Ndërsa ecte më thellë, vuri re një dritë të dobët blu që shkëlqente nga muri i akullnajës. Shkëlqimi ishte hipnotizues, duke prerë errësirën si një fenar. Çfarë mund të shkakton këtë? Pyetja i veten. I tërhequr dhe i kujdesshëm, ai u afrua më shumë, tërhequr nga rrezja misterioze që dukej se sfidonte ambientin akullnajër. A mund të ishte natyrale apo diçka më jashtëzakonshme? Pyetja e shoqëronte atë ndërsa vështronte dritën e blu misterioze. Mendja e Dr. Erikson shpërtheu me mundësi, disa të arsyeshme, të tjera pothuajse fantastike. Ai nuk mund të largonte ndjesinë se ishte në prag të një zbulimi revolucionar. Japte një mënyrë për ta zbuluar, përshpëriti ai. Pulsi i tij u rrit ndërsa mendonte për hapin tjetër. Ai vendosi të ndiqte dritën, edhe pse zënët e çuditshëm po bëheshin më të fortë, pothuajse duke udhëhequr përpara. Çdo hap ishte i qëllimshëm, shincat e tij në alert maksimal. Shpresoj të ja vlej, mendoi ai. Drita blu u rrit duke hedhur hije surreale mbi muret. Tuneli kthihej dhe përthyente, duke e çuar më thellë në labirintin e ngrirë. Ai lëvizte me kujdes, i vetëdijshëm se rreziku mund të fshihej pas çdo kthese. Lajmi i zbritjes së papritur të Dr. Erikson arriti tek ekipi i tij në kampin bazë. Sara, udhëheqësi i atimit, shikoi të radion me mosbesim. Ai u shkuan vetëm, pse nuk na priti, u shqetësua Sara. Antarët e tjerë të timit ndruan shikime të shqetësuar. Situata ishte më e serioze se sa kishin parashikuar. Ata menjëherë u kuptuan urgjencën dhe filluan të mobilizohen, secili duke e ditur rolin e tij në operacionin e shpëtimit. Duke u shqetësuar për sigurinë e tij, ata nxituan për të nisur një operacion shpëtimi. Duhet të veprojmë shpejt, urdhëroi Sara me vendosmëri. Antarët e timit grumbulluan shpejt pajisjet ngjitse, kostume termike dhe furnizime mjekësore emergjente. U vendosën kanale komunikimi dhe ata përpoqën të kontaktonin Dr. Erikson. Erikson, na dëgjon? Thirri Sara, shpresonte për një përgjigje të shpejtë. Koha po i kthonte dhe çdo sekond kishte rëndësi. Ekipi vendosi pajisje komunikimi për të krijuar lidhje. Antenat u ngritën, radiot u kalibruan dhe lidhjet satelitore të testuan. Erikson, ky është kampi bazë. Ju lutem, përgjigjuni, përsëriti Sara, zëri i tij i qetë por i drejtë. Statik mbushi valët e radios. I vetmi përgjigje ishte një heshtje e ftohtë e shurdh. Ndërkohë, Dr. Erikson lëvizte me kujdes mbi shtega akullit rrezikshëm. Ai shpejt vuri re gjurmët këmbësh para tij, të freskëta, që përfundonin paparalajmërisht,
sikur kushdo që kishte bërë atu të ishte zhdukur në ajër. Zbulimi e shqetësoi. Ideja se dikush tjetër kishte udhëtuar së fundmi në këtë streq të ngrirë e bëri të skanonte ambientin për më shumë shenja. Heshtja e madhe nuk ofronte përgjigje. Pa paralajmërim, akulli poshti lëvizi me dhunshmëri. Një tërmet u përhap nëpër akullnaj, dërgon akull dhe borë që përplasen përreth hyq. Ai u shpëtua me mundim, rrëshqitur në një hapësirë të ngushtë që donte në një shpellë të panjohur më parë. I tronditur, por i pa dëmtuar, ai u stabilizua dhe u drejtua hyrjes së derrut përpara. Brenda zbuloi simbole të çuditshme të gdhendura në murin e akullnajës. Ndërsa punonte, një zë i ulët reverberonte i jehonte nëpër shpellë. Dukej sikur pulsonte nëpër akull, duke u forcuar ndërsa ai ecte përpara. Ndjekur zërin, ai hyri në një dhomë edhe më të madhe, diksisht ruajtur në mënyrë të çuditshme. Doktor Erickson po linin më thellë në akullnaj, vuri re diçka edhe më të shqetësueshme, një ngrohtësi të lehtë që vinte nga poshtë dyshemesë e akullit. Ndryshimi i temperaturës sugjeronte aktivitet gjeotermik, diçka krejtësisht e papritur në këtë ambient. Në kampin bazë, të dhënat satelitore konfirmuan shenja të pazakonshme të nxehtësisë që vinin nga akullnaja. Ato përcaktuan vendlodhinë e Erickson. Leximet alarmuan ekipin më terë kur dobësi strukturore u shfaq në skan. Koha nuk ishte më e ana e tij. Sara urdhëroi një reagim emergjent. Pa u ditur për përpjekjen e shpëtimit, Erickson vazhdoi më thellë në akullnaj. Ai shpejt gjeti mbetjet një kampi të lashtë, mjete gatimi të kalbuara, tenta të prishura dhe një ring zjarri të ftohtë të mbuluar me borë. Vendi duke i shqetësuar i ri, sikur banorët e tij të kishin ikur me nxitim. Afër, ai gjeti disa ditar të ngrirë në akullnaj. Fletët ishin të brishta, të zverdhura të kohës dhe të mbuluara me kristale akulli që shkëlqenin dobët në dritën e llampës së tij. Me kujdes të ekstrem, ai përdori thikën e vogël të pajisjeve për të liruar njërin nga ato nga akulli rrethues. Çdo lëvizje e gabuar mund t'i shkatëronte përgjithmonë. Ndjeu një peshë të rëndë përgjegjësie. Kto nuk ishin thjesht fletë petre, por zëra nga të kaluara, dëshmi të njerëzve që ishin aty para tij. Ai hapi njërin nga ditaret me ngadalë. Shkrimi ishte i çrregullt, sikur të ishte bërë me nxitim apo në stres të madh. Fjalët ishin të vështira të lexuara, por disa fraza dalloheshin qartë. Përmendjet e eksperimenteve, paralajmërime të paqarta dhe referenca ndaj dritës blu që ai vetë kishte ndjekur. Zemra e tij rrahu më shpejt. Kjo nuk ishte rastësi. Ajo që po zbulonte kishte qenë objekt studimi edhe për dikë tjetër. Në faqet e mëvonshme, toni i shkrimit ndryshonte. Nga shnime shkencore të rregullta, kalonte në fjali të coptuara, të ngarkuara me frikë. Autori përshkruante zëra që vinin nga akulli, ndjesi ngrohtësie të pashpjegueshme dhe një prani që vëzhgonte nga poshtë. Mendja e doktor Erickson ndjeu një të ftohtë që nuk vinte nga ambienti. Mendimi se po e përjetonte të njëjtat gjëra si ata që kishin shkruar këto rishta e bëri të ndalonte për një çast. Ai mbylli ditarin dhe i vendosi të gjithë me kujdes në çantën e tij izoluese. Këto duhet të analizoheshin në kushte të sigurta. Nëse shnimet ishin të sakta, atëherë ajo që fshihej në akull nuk ishte thjesht një fenomen natyral. Ishte diçka e njohur më parë dhe ndoshta friksueshme mjaftueshme sa të detyronte një ekspedicion të tërë të zhduket pa lënë gjurmë. Duke vazhduar me kujdes të rritur, Erickson filloi të zbulonte artefakte të shpërndara në akull, mjete metalike të konsumuara, pajisje matëse primitive dhe mbetje që sugjeronin një prani njerëzore të organizuar. Mosa e objekteve ishte e vështirë të përcaktohej, por gjendja e tyre tregonte se nuk kishin qenë aty për pak kohë. Dikush kishte jetuar dhe punuar në këtë thellësi të ngrirë për një periudhë të gjatë. Ndërsa ai shtonte mes këtyre relikave, një mendim i friksuar i kaloi nëpër mend. Nëse ata nuk kishin arritur të largoheshin, çfarë shansi kishte ai?